Po, na u mundu me dialog, u mundu me fjallë, plus edhe 53 kilometra shkum Prishtinë kom, edhe kur gjë me ta. Apet na tërtëreshin, na rreshin, s'na lanë vend kun si përfaqe u duh me shku me hien dhe për gjalle, na shtini shka. Jemi hi mi mbrojt Kushtetutën e 74-ës. Na jemi hi aty për me dek. Nyshe për me dek. Pse kur tham për me dek, po tham se i kum pa vetë me sytë mi. Kur orë Hashim Parduzi, u kon penzioner, ish dal penzion, kur erë na bashkan gjithë, tha, Hashim thash, a qa kujtën, tha, që ju lo vetëm, ju marë tha me dek, me shuk, mi, tha, që tu ka me dek, tha, që ju lo, tha, le vetëm. Taj tjetra, muj të roja u kon, pa bykqës, nëntin horizont. Aj u kon smut spital, si u dal për spitali, ka 100 metë i nërë. Kur orna u ka bashkan gjithë, i po shkejt minatur, që ku orë muja, ja u dha minatur një fuqi. Tjetra, tajna Rostem Voca, kur u smue, tha nuk dalë për jashtë amaneta për javlo që të kini më vërrës. Vend punës ku punue, kini më vërrës të. Tjetra Hasan Keqa, kur i ka hek qizmet, pe kome kejl kura i rabë mish i gjallë, i metë. Të ju falim ndu mjekve. Ju nërja u kanë lidhe varte, ja i dishin për fijem. Ashtu që për të tregoj që kur jemi hi aty, u konë veç për me dik. Po apet, na trastun, na mashtruun, na qëten pej, reva na rehen, na torturun, na burgasen, na lanë invalida, ju shku minatërt. Kejt pak jemi meda, si ju shku, jën tek.